Komisioni i posaçëm në Policinë e Shtetit ka përmbyllur procesin e vlerësimit dhe të pikëzimit për 21 kandidatët që janë në garë për drejtimin e drejtorive vendore të policisë në disa qarqe: Tiranë, Durrës, Fier, Vlorë, Kukës dhe Lezhë. Pas përfundimit të fazës së intervistave, është publikuar renditja e plotë e oficerëve nga më i vlerësuari deri tek ai me më pak pikë. Në krye të kësaj liste qëndron Adriatik Taftçiu, i cili aktualisht mban pozicionin e këshilltarit në drejtorinë e përgjithshme të Policisë së Shtetit, duke grumbulluar 86 pikë. Pas tij, renditet Ervin Hodaj me 85 pikë. Hodaj aktualisht është i komanduar në Durrës, detyrë të cilën e mori pas largimit të Afrim Tafës, si pasojë një aksidenti tragjik ku humbën jetën 2 të mitur. Treshën e parë plotson Edvin Dreu me 84 pikë. Ai është komanduar pak ditë më parë në drejtimin e policisë së Vlorës, duke zëvendësuar Elidon Çelën pas shkarkimit të këtij të fundit për mosndërhyrjen e policisë në protestën e Zvernecit. Renditja vijon me drejtorin e Dibrës, Artion Duka, dhe drejtorin aktual të komanduar në Fier, Erion Ahmeti, të cilët kanë marrë një vlerësim të barabartë me nga 74.32 pikë secili. Pas tyre pozicionohet Arben Nasufi, Ylli Doda dhe Alket Shatro, të cilët kanë grumbulluar secili nga 74 pikë. Gara vazhdon ngushtë me oficerët Ermal Muçaj, Ardit Elmazi, Ndue Doçi dhe Gjovalin Loka, të cilët janë vlerësuar me nga 73.32 pikë. Më tej Gjevahir Karaj dhe Dashamir Spaho kanë marrë nga 73 pikë, ndërsa Hergice Jica ka grumbulluar 72.32 pikë. Pjesa e fundit e renditjes përbëhet nga oficerët Lorenz Shehu, Lorenz Meta, Alfred Elezi dhe Arianit Arapi, të cilën ndajnë të njëjtin rezultat me nga 72 pikë. Lista e plotë e 21 kandidatëve që synojnë plotësimin e vendeve vakante mbyllet me Erzen Cerën dhe Alfred Domanin, të vlerësuar secili me nga 71 pikë në këtë proces konkurimi.